Publicisti dhe gazetari i njohur Recep Shahu ka reaguar ashpër ndaj mënyrës se si po zhvillohet procesi gjyqësor në Hag kundër Hashim Thaçit, duke e cilësuar si një farzë dhe komedi banale. Shahu, i cili njihet për kontributin e tij mediatik gjatë luftës së Kosovës, shpreh zhvenimin ndaj tentativave për të paraqitur Thaçin si viktimë të pafajshme në gjykat, ndërsa në sytë e publikut shqiptar si hero kombëtar, ai risjell në kujtesë rolin e tij si gazetar që promovoi çdo ditë luftën çlirimtare përmes Radio Kukësit dhe Radio Tiranës dhe kërkojnë që e vërteta historike e UÇK-s të mos deformohet për interesa personale për cilë bota sot. Sipas Shahut, Thaçi duhet të përballet me realitetin me dinjitet dhe të mos lejojë që trashëgimia e UÇK-s të përdoret si mburojë për mbrojtje personale. Po të ishte paguar edhe pak më shumë, Rubini në Hag do të na binte se Thaçi në vitet 98-99 ka qenë në spital në maternitet dhe ka lind dy binjak. Komedi banale. Mijëra njerëz që shkuan në Hag në protest para pak ditësh me flamuj e banderola nuk shkuan për viktimën Thaçi, po për heroin Thaçi, që Rubina e paraqiti karikaturë të mirë. Thaçi nuk po di çfarë të jetë hero apo viktime mirë, apo para gjykatës donte jetë viktime pafajshme e para shqiptarëve e botës do të jetë hero. Pse flas, në fund të fundit çfarë më duhet, asgjë nuk më ka bërë Thaçi. Nga vjeshta e 1997-ës e deri në fund kur NATO dëboi serbët, çdo ditë pa pushim në Radio Kuksi kam recituar me pasion të epër në fjalët e UÇK-s. Gjatë 1998-ës deri në 1 shkurt 99, kam recituar çdo ditë në Radio Tirana UÇK. Si asnjë gazetar tjetër shqiptfolës me pasion e për kushtim të rrallë, kam patur fat, si askush të rrallë. Në vitin 2005, në arkivat personale më kishin shpëtuar pa u fshirë e prishur 300 orë regjistrimi audio në kaseta profesionale audio, mbi 1000 zëra fëmijë, gra, pleq, plaka, ushtarët UÇK-s të plagosura të gjallë të vdekur, nuk kishim atëherë kaseta boll, por bënim mbi regjistrime se do të kisha sot më së paku 5000 orë regjistrime e mira orë do të kishin shokët e mi gazetarë. Kur doli akuza e shpifur e senatorit Dik Marti, jam thirrur në një televizion të Tiranës në dreg dhe kam deklaruar sa i përket akuzave ndaj Thaçit e UÇK-s për transplant organesh, jam gati që duart e mia t'i vendos në një palë prangash me duart e Hashim Thaçit, asnjë shok e mik i Thaçit, asnjë spiun i madh, ai vogël, asnjë brejtës, asnjë mut i madh, ai vogël që i vjen tur për baban e tij dhe thërret bab, një kojshie që ka pas një emër, nuk ka shkruar e folë si unë me kaq teprim, edhe pse nuk isha fan si Thaçit, por isha dhe jam i Rrugovës, edhe pse Thaçi me gjyle topi gjuante kundër Rrugovës nga ekrani i TVSH-s satelitor, duke e shpallur Rrugovën tradhtar. Thaçi sillej si i vartës i Fatos Klosit, gradonte në Tiranë si çlirimtar të Kosovës e eksponent të Partisë Komuniste. Në qershor 1998, Vexhi Halili nga Kuksi, shok i Kadrive Seli dhe imi, më ka dhënë tekstin e betimit të UÇK-s dhe atë tekst unë me zërin time kam lexuar me kombim në Radio Kuksi e Tirana. Teksti i betimit të UÇK-s përfituronte lajm i parë, report telefonik nga Kuksi në edicionin qendror të lajmeve të Radio Tiranës. Kjo, fal Ilias Pahiu dhe Zamira Kolecit, për herë të parë unë ja kam bërë këtë të njohur publikut kaq masiv të tekstit e betimit të UÇK-s, ka thënë ai ndër të tjera.